Ka qenë ora 10:20 minuta, ku në sallën operative të policisë së Tiranës, një telefonues ka lajmëruar për një masë eksplozive të vendosur në qendër të Tiranës dhe pikërisht pas Bashkisë së Tiranës. Rreth një orë pas telefonatës anonime, rezultoi se alarmi paralajmëruar ishte fals, por policia tregoi gatishmëri, duke vlerësuar rastin maksimalisht. Menjëherë pas telefonatës shkuan në vendngjarje forcat e policisë së komisariatit numër 1 dhe pas tyre forcat policore të specializuara për vendosje bombash të telekomanduara. Fillimisht policia krijoi një perimetër të caktuar, ku dhe rrethoi me shirit zonën ku parkojnë kryesisht makinat e punonjësve të bashkisë, dhe më pas me qenin antieksploziv, kontrolluan çdo makinë e cila mund të dyshojë se kishte masën shpërthyese. Kontrolli vijoi edhe me pasqyra antieksploziv, por sërish asgjë nuk rezultoi, ndërsa makinat u kontrolluan dhe në brendësi të tyre me imtësi nga efektivet e specializuar. Pak pas nisjes së kontrollit, një aparat bllokues valësh u instalua në zonë për të frenuar çdo tentativë të mundshme që mund të bëhej për të shpërthyer në distancë eksplozivin, nëse do të rezultonte i vërtet njoftimi. Policia bëi detyrën e vet, kështu që kontrolloi, çdo rezultoi rregullt, tash po largohemi. Mjeti juaj është i sigurt tashmë? I sigurt, po, për momentin është i sigurt. Ishte me sa duket lajmi i rrem edhe po ashtu. Ndërsa qytetarët e shumtë kurioztar, por edhe në panik, ndiqnin prej së largu gjithë kontrollet, ndërsa administrata e bashkisë vijoi punën, po ashtu dhe besimtarët pranë xhamisë nuk u larguan.